minimale e du ta keti shtëpi. Minimale të mashkullit do ta keti shtëpi. Po pse në momentin që ne kemi moshë, unë do të kem, po prit do të flas. O, kam mundësi të flas apo jo? Sikur flet ju s'kam në prit. Jo, mirë i parë, që unë gjykohet dhe ti jo. Se në të njëjtën moshë ne nuk mund të kemi arritje të barabarta. Nga ta vlerë shtin 200.000 euro edhe ti se vlet dot. Pse nuk do gjykohet? Se njerëzit. Po pra. Kur martohemi, femra shkon te burri, apo kupton? Kështu që për nashta për këtë arsye. Po pra, po mos kërkoni barazi pra, se edhe neve kemi presionin. Presionin më të madh kemi ne. Pësa le të Kush është presioni më i madh? A dish me la robet apo të blesh i shtëpi? Kush është presioni më i madh psikologjik? Të dish. Po edhe ju pra jeni rrit ashtu se po unë nuk jam rrit ashtu, nuk pretendoj që nesër martohem dhe burri im të ketë një shtëpi. Pretendoj që ta kem vetë. Unë nuk jam një gocë që e pret, for example, unë jam unë sa mosh jam, unë nuk pret gani që unaj me pas gjithçka në rregull. E pres sa kam unë në jetë dhe jo, ai presi me gatume. Po, është pra. Është presion. I ndjer në mënyrë të drejtë për drejtë. Jo, është presion. Ka një studim. Ka Është vërtet. S'ka tjetër është një gjë. Po ta vesh kusht për marrëdhënien që ti duhet të kesh kushti, duhet të kesh shtëpi, duhet të kesh makinë dhe këtë. Jo, nuk është kusht. E pranon sot një femër, vetëm se është gocë e mirë. E edukuar, e shkolluar. Femra do mashkullin të arrirë në jetë. E do. Ti e djali edukuar, i shkolluar. Dhe ti çfarë problemi? Të kesh dëshirën, o Mateo, të kesh dëshirën për të bërë version më i mirë i vetes. Po femra ka kushte. Si ti parazit femra ka kushte se li. Jo, Mateo. Kushte është Ajo është exchange. Ti si kemë marrë një kohë që kam me gatuar, kam me pastruar dhe ti kemë bërë. Ma thej diçka, ta ktheva përgjigje. Dhe kalojmë ke çështja barazisë, që nuk jemi të barabartë moralisht dhe kjo është shumë e dukshme. S'ke qa bënë, janë gjykime gjithë. Të gjithë, territori është parsor. Luan me shatë zvijën për luanë më të fortë. Unë kam 3 familja. Okej. Banor, dje ju treguat se solidariteti dhe ndihma ndaj njëri tjetrit kanë vlerë reale. Sot, Fudini dëshiron t'ju falenderoj për kontributin tuaj dhe për mesazhin e fortë që përcollet. Në shenjë mirënjohje, Fudini ju fton të shijoni drekën e përgatitur posaçërisht për ju si falenderim në emër të kësaj kauze fisnike. Shijojeni! Faleminderit Fudini! Tani futeni mbrapa. Bravo. O, sa mirë. Bravo. Bravo.